Policia bashkiake po vepron kundër ligjit. Shtetësi Imir Zyka denoncon policinë bashkiake në Vlorë, përveç gjobës qytetarët përballen edhe me koston e karrotrecit. Sipas Imir Zykës, prej ditësh në Vlorë policia bashkiake po largon me karrotrec automjete të parkuara në zona të ndryshme të qytetit. Ai kundërshton si gjobat, të cilat i konsideron në disa raste të padrejta, ashtu edhe largimin e automjeteve, pasi qytetarët detyrohen të paguajnë një kosto shtesë për karrotrecin. Zyka e konsideron këtë procedurë të paligjshme. Ai shpreh se është dakord të paguajë gjobën nëse automjeti është parkuar gabim, por kundërshton largimin e tij, veçanërisht kur bëhet fjalë për parkime publike. Ai deklaron se do t'u drejtohet organeve ligjzbatuese dhe do ta ndjekë çështjen deri në fund. Përshëndetje, unë quhem Imir Zyka edhe jam për pushime për momentin. Dje kam pasur një problem. Problemi ka ndodhur tek zona e stadiumit, tek parkimi para stadiumit. Më zhvën një gjob nga policia bashkiake. 30.000 lek edhe më shmarr mjeti me karrotrec. Më shvendosur tek zona e sodës ku është parkimi i automjeteve. Kam shkuar, kam nxjerr automjetin atje dhe na gjoba kam konstatuar që ka marrë një gjob për parkim të gabuar. Hapa nenin, në bazë të nenit që thot këtu 156.6, ligji numër 8378, datë 22/7/1998, parkimi gabuar. Dhe shikoj këtu që nuk kam vendosur asnjë masë plotësuese për çfarë më shmarr makina. Unë nuk jam kundra gjobës, jam thjesht kundra marrjes së makinës me karrotrec. Gjoba ishte 3.000 lek të reja, do me thënë 30.000 lek të vjetra. Nuk është parkim e pagesë, është parkim pa pagesë. Jam dakord që ta paguaj gjobën, sepse nëse kam parkuar diku në një parkim të gabuar, duhet paguar gjoba, por në bazë të ligjit 157.1.2.3, ata atje thot, marrja e makinës bëhet vetëm në raste të veçanta. Do me thënë, nëse ke penguar është rrezik për qarkullimin rrugor, ke penguar një rrugë, ke penguar kalimin e qytetarëve. Janë raste të veçanta që merret makina me karrotrec. Unë jetoj në Gjermani, kam marrë gjobë për parkim, nuk të vinë ta marrin makinën për gjobë parkimi. Paguajnë gjobën? Jo, s'kam paguar sepse nuk ta marrin. Vetëm në raste të veçanta kur bllokon hyrjen e zjarfikses, të ambulancës, ke parkuar në vizat të bardha që është për këmbësorët, ose në rast sepse përbën një rrezik për qytetarët. Në asnjë nga këto rastet mua nuk më shkruajtur këtu, më shkruajtur thjesht parkimi i gabuar. Ja, mund ta shikoni këtu. Çfarë bëhet sot? Unë sot vajta në bashki, me sa kuptova atje në ato gocat atje të bashkia, është një rast i përsëritur më thanë. E kam bërë si loj thanë që ven marrin makinat, kudo që ndodhen. Mua nuk më duket e drejtë, erdha në polici, do vetë edhe në prokurori më mbas. Në qoftë se nuk zgjidhet, do e kaloj te ambasada gjermane, le ta zgjidhin ata juristët e ambasadës gjermane. Dhe kam qef që të publikohet ky rast, sepse më duket shumë rast jo i lishëm. Unë e mora makinën, e pagova vlerën 80.000 lek, sepse unë jam me familjar tani, nuk më duhet makina. Po, nuk më duket e lishme pjesa që të paguaj 80.000 lek. 30.000 lek në paguar dhe lek të tjera? Dhe 80.000 lek të karrotrecit. 10.000 lek parkimi dhe 70.000 lek ishte gjoba shërbimi karrotrecit që ma ka marrë te stadiumi dhe ma ka çuar tek pika grumbullimi. Raste të ngjashme raportohen edhe nga qytetarë dhe turistë të tjerë në Vlorë, të cilët pretendojnë se policia bashkiake po vepron në kundërshtim me ligjin, duke gjobitur dhe larguar automjetet me karrotrec, me kosto shtesë për qytetarët.